Ekonomistët nuk pajtohen me trajtimin që ju bën vendi mërgjimtarve, sidomos me zhvendosjen e tyre si pjesë e veçantë e listës zgjedhore. Ekonomisti Arben Halili vlerëson se autoritetet në vend duhet të krijojnë strategji për të ofruar sa më shumë diasporën dhe jo të tentojnë të mohojnë mërgjimtarve të drejtën e votës dhe t'i përjashtojnë ato nga vendi ku kanë lindur. Tashmë gjenerata e dytë e diasporës ose edhe e treta e cila është prezente në vende të ndryshme të Evropës, sikur ka humbur atë lidhjen e drejt për drejt ose aspektin emocional për të kthyer në vendlinje. Sigurisht që ajo që mund të bëhet në të ardhmen është që të tentohet që kjo gjenerat e shkolluar tashmë e diasporës në vendet perëndimore, që ka krijuar edhe bizneset e veta të mund të tërhiqet në formën e biznes bërjes tu dhe jo vetëm për të sjellë mjetet e lira financiare. Po askujt nuk guzon që ti mohoj të drejtën e përkatësisë, respektivisht të drejtën e vendit ku ka lindur. Mërgjimtarët thonë se në Maqedoni shpenzojnë çdo para të kursyer, por janë teje të indinjuar nga trajtimi që ju bën shteti, nga investimet e pakta në vendbanimet shqiptare dhe nga tendenca që një pjesë e tyre të fshihen nga lista e zgjedhësve. Është e vërtetë realitet se neve vim këtu në pushime dhe ndoshta po them edhe një shumë të madhe të majme të parave i bëjmë gati për pushim që i derdhim këtu, respektivisht në familjet tona, farefisin tonë, në vendlindjen tonë, aty ku kemi lind dhe këtu ku jemi rrit. Natyrisht se ja harxojmë shumën e parëve këtu në vendlindjen tonë dhe atë që ndëgjova edhe unë se dojnë me na largu nga lista zgjedhore ne si banor të këtij vendit, me pasaport këtij vendit, me letër njoftim këtij vendit, me shtëpia tona këtu që i kemi, prej baballarëve, stërgjeshve tanë që na i kanë lënë trashëgimi, neve jemi këtu prej mote dhe nuk mund natyrisht na nxjerr askush me na largu prej listës zgjedhore, nuk është fair as pak hiç dhe nuk e shohim të arsyeshme këtë punë. Për zgjedhjet që janë të bëjë diskriminim, numri i shqiptarëve me paku me qëllim janë të bëjë që numri i shqiptarëve të jetë më i vogël. Që në votime dalin numri më i vogël, të hupni deputet më tepër të hupni. Tollat tona miren prej nesh dhe keq përdoren për na shtyp dhe më na fut në kanale edhe më të vështira për të jetuar. Me thënë, ne një anë bëjmë një farë investimi spontan, duhet të them kështu, mira ma ai investimi joni që vim këtu, i lama ta pare, ato pare neve më tepër na robrojnë se sa na qelin rrugë. Është politikë korruptume, është shtet ka janë shqiptarët hiç pa kurfar infrastrukture. Rreth 39.000 qytetarë, pjesa më e madhe të cilëve janë me punë ose qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, rrezikojnë të humbin të drejtën e votës në rast të mos paraqitjes në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Kështu u dakorduan së fundmi 4 partitë politike nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinës.